Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish presidenti Hashim Thaçi I lejohet kthimin në Kosovë vetëm për të parë varrin e babait të tij. Haxhi Thaçi u përsol të martën në Skënderaj, ndërsa ish presidentit nuk ju dha leje nga gjykata speciale për të marrë pjesë në ceremoni. Mediat raportojnë se ish presidenti mbriti në Kosovë me një aeroplan privat rreth orës 10. Mosdhënia e lejes për të marrë pjesë në barimin e babait të tij nga gjykata speciale për ish-kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi u kritikua edhe nga kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës. Pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Thaçi, Memli Krasniqi theksoi se mungesa e tij është një padrejtësi e madhe dhe një dhimbje e shtuar për familjen në këtë moment të rënd. Është një humbje e rëndë e cila bëhet dhe më e dhimbshme për shkak të mungesës së presidentit Thaçi, I cili nuk e lejuar të marrë pjesë në barimin e babait të tij, deklaroi Memli Krasniqi. Kryetari I Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj tha se Kosova ende po vazhdon të paguajë çmimin e lirisë. Këto komente Limaj I bëri pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Hashim Thaçi. Dhe në momentin kur po përcjellëm edhe herë po tregon që Kosova çmimi I lirisë Kosovës edhe sot po paguhet. Sot nuk është këtu ai që ka shërbyer, ka dhënë kontributin meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në momentin më të rëndësishëm të jetës në procedurën e prindit. Sot I mungon presidenti Thaçi. Edhe kjo tregon se sa është trajt, edhe se me sa sakrificë mund familjet tona kanë paguar çmimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Tha kryetari I Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj. Veprimi ulet nga një gjykate turpshme, komentoi mes të tjerave kryeministri I Shqipërisë Edi Rama vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babait të tij. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama shkroi se ky është një veprim I ulët nga një gjykate turpshme që drejtsinë ndërkombëtare e ka kthyer në shaka të drejtat demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e lirë të kuvendit të Kosovës në bumerangët më brutal, shkruan Rama në rrjetet sociale. Kritik me vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar Hashim Thaçin që të jap lamtumirin e fundit babait të tij, është shprehur dhe emisari special I SBA-s për misionet posaçme Richard Grenell. Ai shpërndau postimin e kryeministrit Edi Rama në rrjetin social X, I cili kritikonte ashpër gjykatën për refuzimin e kërkesës së Thaçit dhe duke I akuzuar se ka kthyer drejtsinë ndërkombëtare në një farsë. Grenell, I cili shërbeu si përfaqësues I posaçëm I SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ka shprehur vazhdimisht pakënaqësi ndaj gjykatës speciale duke cilësuar një institucion me prirje politike që ka penguar paqen në Ballkanin Perëndimor. Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës shprehu indinjatën duke I quajtur të padrejtë dhe jo human vendimin për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Ky vendim nuk është vetëm një shkelje flagrante të drejtave themelore të njeriut, por dhe një akt që bie ndesh me vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë, shkruan Organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkaq, ata I kanë bërthirë institucioneve ndërkombëtare që tragojnë ndaj kësaj shkelje të drejtave themelore dhe të marrin masa. Ministri e Drejtësisë e Kosovës Albulina Haxhiu thotë se lidhur me këtë vendim të padrejtë ndaj Hashim Thaçit do t'i shkruajë kryetares së dhomave të specializuara. Proceset gjyqësore duhet të jenë të drejta dhe të bazuara mbi respektimin e të drejtave më elementare njerëzore. Nuk ka gjë më njerëzore se sa të marrësh pjesë në varimin e prindit, shkruan mes të tjerash Ministri e Drejtësisë e Kosovës Albulina Haxhiu. Dhomat e specializuara të Kosovës e kanë konfirmuar se kanë pranuar një korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë për rastin e moslejimit të Hashim Thaçit për të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Zyra për mediat e speciales nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e letrës. Konfirmojmë se dhomat e specializuara kanë marrë korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës për këtë çështje. Nuk japin detaje mbi korrespondencën tonë nëse nuk bëhet pjesë e një dosje publike, thuhet në përgjigje. Ministri e Drejtësisë e Kosovës Albulina Haxhiu kishte paralajmëruar sot t'i shkruajë kryetares së gjykatës speciale për të lejuar ish-presidentin Hashim Thaçin në ceremoninë martore të babait të tij. Omazhet për Haxhi Thaçin në babain e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kanë bërë bashkë krerët më të lartë politikës në Kosovë e Shqipëri. Një delegacion institucional nga Shqipëria ishte në Skënderaj. Në të ishin të pranishëm kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali, ministri i diasporës Tauland Balla, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petri Tmale, bashkëshorti e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama dhe ish-kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi. Shumë i nderuar e shumë i dashur Hashim, që na mungon në këtë përcjellje të babait tënd, sepse padrejtësitë politike e kombëtare të burgosjes tënde e luftarëve të tjerë, sot ju shtua edhe një padrejtësi njerëzore e morale. Aktualitet. Ecuria e procesit dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit ndërmjet të dërguarit të Bashkimit Evropian Peter Sorensen me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit, Sorensen deklaroi se procesi i dialogut solli shumë zhvillime që kërkojnë përpjekje për të punuar mbi to.
We were having a conversation about how the process can continue and can move forward. So as that, it's a good beginning. Kemi pasur një bisedë rreth mënyrës se si procesi mund të vazhdojë dhe të ecë përpara, kështu që është një fillim i mirë, tha Sorensen, ndërsa ndalesa e radhës është në Beograd. Right now, the goal for me is to talk to people and hear where they are on the position. I have both interlocutors here in Pristina, but I also have to go to Belgrade. And once I have had these conversations, I can sit down and assess where we are. But it's very clear the dialogue process has led with it a number of significant developments, and we need to build on those. Tani për tani qëllimi është të flasë me njerëz dhe ta kuptoj këndvështrimin e tyre këtu në Prishtinë, por duhet të shkoj dhe në Beograd. Atëherë mundem të ulem dhe ta vlerësoj se ku jemi. Është i qartë se procesi i dialogut ka pasur disa zhvillime, por duhet të punojmë ende në to, deklaroi Sorensen. Ai tha se u takon palëve ta përcaktojnë nëse nevojiten kompromise apo jo, por shtoi se dialogu është pikërisht për këtë, dhe këtë kemi bërë që nga viti 2011. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen pranon se zbardhja e fatit personave të zhdukur është prioritet në dialog. Sorensen shkroi në rrjetet sociale pasi vizitoi Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Ai tha se zbardhja e fatit personave të pagjetur është domosdoshmëri humanitare. Kjo është arsye pse personat e zhdukur janë prioritet për mua në dialog, shkroi Sorensen. Në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur 1600 persona të zhdukur me dhunë nga forcat serbe gjatë luftës fundit. Pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e turit të vizitës së emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, së bashku me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani. Për Sorensen është mbretëlënse të shohësh dhe të informohesh për pikat e përbashkëta të kalimit, duke shtuar se ato duhet të rifillojnë punën pa vonesa. Sorensen falenderoi dhe KFOR-in për mbështetjen logjistike. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Presidenti e Kosovës është e bindur se marrëveshja e propozuar nga ndërkombëtarët nuk e kalon testin e gjykatës kushtetuese. Pas takimit që pati ditë më parë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, Vjosa Osmani deklaroi se personalisht beson se drafti nuk është në përputhje as me vlerat dhe as me normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës dhe as në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statut i tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese, e cila tashmë ka vendosur standarde për shumë nga këto temat vendosura brenda draft statutit, siç janë kompetencat ekzekutive të asociacionit e shumë çështje tjera, në vetë vendimin e saj të vitit 2015. Në lidhje me bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Vjosa Osmani tha se në procesin e dialogut deri më sot nuk është respektuar parimi i barazisë mes palëve. Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balansin në këtë proces të dialogut. Ka qenë proces i njëanshëm, i cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Presidenti letonez Edgar Rinkevic, gjatë vizitës zyrtare në Kosovë në praninë të presidentes Vjosa Osmani, tha se nuk mund të premtojë që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fundin e vitit, ndërkohë që konfirmoi qëndrimin e Letonisë për heqjen e masave kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. My belief is that the sooner we do, the better it is. So, if we lift restrictive measures, then we will see how far we will be going also with other measures, but I can't promise you that there could be a candidacy by the end of this year. That is something that I can't speak on behalf of all the member states. Bidja ime është se sa më shpejt që kjo të bëhet, aq më mirë do të jetë. Nëse i heqim masat kufizuese, atëherë do të shohim se sa do të shkojmë dhe me masat e tjera, por nuk mund t'ju premtoj që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fund të vitit. Nuk mund të flas në emër të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian, u shpreh presidenti Letonisë Rinkevic. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë kërkoi që Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës. Në konferencën e kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare, Elisa Speropali kujtoi Këshillit se nuk është i plot në mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovës.
Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh liri dhe 17 vitesh pavarësi të ketë ndërtuar një demokraci veprante si Kosova. Prandaj, pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës që gëzon mbështetjen e Asamblesë Parlamentare është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Krahas asaj në emër të Shqipërisë, Spiro Pali konfirmoi mbështetjen për Ukrainën. Demokracitë në vendet tona nuk mund të lullzojnë në mënyrë të qëndrueshme ndërkohë që sulmohen liria, sovraniteti dhe integriteti i kombeve. Prandaj, mbështetja jonë e palëkundur për Ukrainën kundër agresionit të Rusisë nuk është vetëm një kontribut për paqen e sigurinë, por edhe për mbrojtjen e vlerave dhe sistemin demokratik në vendet tona. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian shpreson një qeveri të qëndrueshme dhe bashkëpunuese në Kosovë. Në intervistë televizive, shefi i zyrës Unionit në Prishtinë, Ajava Orav tha se shpreson që qeveria e re në Kosovë do të jetë një qeveri e qëndrueshme dhe në gjendje të bashkëpunojë. Duke komentuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Orav theksoi se ai duhet të bëhet, do të thotë duhet të zbatohet. Dhe tani Peter Sorensen ishte këtu të dëgjoj liderët politik, cilët janë pritshmëritë, çfarë mund të bëhet dhe çfarë nuk mund të bëhet, por do të shohim kur ai të kthehet herën tjetër dhe çfarë do të ofrojë apo do të kërkojë që palët të bëjnë, deklaroi shefi i zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajva Orav. Lëvizja vetëvendosje kërkon anullim të 18.000 votave me postë të LDK-s, shpallje të rivotimit me postë të diaspor dhe eliminimin nga lista të Hysén Çekajt. Ankesa të dërguar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas shpalljes së rezultateve përfundimtare zgjedhore që do të duhet të hapte rrugë për certifikimin final. Blerim Sallau dhe Alim Rama nga kjo parti njoftuan se kanë dërguar 20 faqe ankesa me siç pretendojnë ata sërish prova të manipulimeve të votave nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Lëvizja vendosi në zgjedhjet e nënshkurtit sipas rezultateve përfundimtare të shpallura javën që lan pas ka KQZ fitoi 42.3% të votave. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë paralajmëron ndalim të prershëm për hyrje në SBA të gjithë personave që gjenden fajtor për mashtrim me vizat. Në vendimin e qeverisë amerikane thuhet se këto politika kufizuese aplikohen edhe për individë dhe qeveritë e huaja të cilat lehtësojnë migrimin ilegal. Qeveria e SBA-s ka nisur një përpjekje të koordinuar ndërinstitucionale për të luftuar mashtrimin dhe për të dhënë fund migrimit të palishëm. Politikat e reja të kufizimit të vizave zbatohen për individët dhe qeveritë e huaja që lehtësojnë migrimin e palishëm, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ekonomi. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës vlerëson efektet në ekonomi, dy programet të Fondit Monetar Ndërkombëtar me një vlerë për rreth 180 milionë euro. Në prani të Bankës Qendrore të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kuran Murati theksoi se Kosova është shteti i parë në Europë që ka përfituar nga ky program, duke e lidhur atë me përmirësimin e politikave për energjinë e ripërtëritshme dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Synimi kryesor i programit pra është rritja e kapaciteteve të energjisë së ripërtëritshme. Në konkretisht e kemi pasur tash së fundmi lancimin e ankondit për energji me erë me kapacitet prej 150 MW, por kanë qenë edhe masat të tjera si që janë pra ankondi solar apo përmbyllja e tij prej 100 MW që kishim vitin e kaluar, ligji për energji të ripërtëritshme, mbështetja e investimeve në eficiencë të energjisë përmes izolimit të banesave dhe shumë masa të tjera. Ndërsa guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, listoi disa nga reformat e ndërmarra nga ky institucion. FMN-ja gjithashtu ka njohur për parimin tonë drejt integrimit në zonën e vetme të pagesave të BE-s. Dërgimi i aplikimit paraprak në Komisionin Evropian dhe Këshillin Evropian të pagesave ka shënuar një hap të rëndësishëm në rrugën tonë drejt integrimit në hapësirën ekonomike europiane. Megjithatë, procesi do të varet nga shqyrtimi i kushtetuese i ligjeve që ndikojnë këtë proces dhe që siç dihen janë jashtë fushveprimit të BÇK-s. Kreu i misionit i Fondit Monetar në Kosovë, David Amaglobeli, u ndal tek progresi i konsiderueshëm i arritur gjatë programit duke theksuar rritjen e fortë ekonomike prej 4.1%, më e larta në Europë. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.